Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, jam tani si dhe herë të tjera drejt për drejti në emisionin tonë Argument me mikun tonë të ftuar remotely tashmë zotin Akim Aliçkaj. Do të flasim për zhvillimet më të fundit në Kosovë, për miratimin e qeverisë së re, për arritjen e këtij pikësynimi, për problematika që ka në lidhje me zgjedhjen e presidentit apo presidentes të ardhshme dhe me gjyqin që po zhvillohet në Hag kundër liderëve të UÇK-s. Zoti Akim, mirë se erdhët. Mirë se ju gjeta, zoti Rafael. Faleminderit për mundësinë që të bashkëbisedojmë për temat tona shumë të rëndësishme në vendimin tonë. Ju jeni edhe në krye të administrimit tashmë të Ligës Qytetare Shqiptaro-Amerikane dhe natyrisht përcjellni dhe zërin e saj. Është kjo shoqja që ka bërë lobimin e parë për çështjen e Kosovës. Zoti Akim. Liderët tonë janë Gjo Dioguardi, presidenti dhe Kloç Dioguardi. Unë jam drejtori ekzekutiv i Ligës, që është nder për mua se me ta punoj që 34 vite. Si e priti Liga fitoren e zotit Kurti dhe arritjen më së fundit të një qeverie të zgjedhur në Kosovë pas gati një viti? Edhe Liga, edhe unë personalisht jemi shumë të lumtur me fitoren e Kurtit edhe me fitoren të thellë, që është një fitore e madhe, 51%. Dhe ne edhe kemi punuar, edhe kemi ndihmuar që zoti Kurti ta fitoi këto zgjedhje për arsye se në këtë moment, në këto vitet e fundit, e kemi vrejtë që është megjithatë është varianti më i mirë për ecjen e shtetit të Kosovës përpara. Prandaj jemi shumë të lumtur me fitoren e tij, edhe është shumë e rëndësishme se fitoria e madhe për arsye sepse jo vetëm që ka mundësi më shumë, por ka edhe përgjegjësi më shumë për kryen e punëve të shtetit. Natyrisht këto zgjedhje quan me gjithë problematikat që patën në fitoren e lëvizjes vetëvendosje. Çfarë do mendonin do duhet të bëj tashmë Kurti që nuk arriti apo nuk e bëri dot në mandatin e mëparshëm? Cili është pikësynimi i kësaj qeverie të re? Mandatin e parë, siç e dini edhe vetë kemi përcjell këto gjatë gjithë kohës, ka pas probleme të shumta me arbikun ton, Serbin, raciste, dhe kjo periudhë ka kalu në një përpjekje të madhe për mbrojtjen e shtetësisë, sepse Kosova ka qenë në një sulm të përhershëm, edhe në shumë faza e ndihmuar nga individ të politikan apo diplomat evropian, po edhe disa Amerikanë fatkeqësisht, të cilët e kanë mbajt anën e Serbisë edhe kanë dashur të hyjnë hak Kosovës për interesa të veta që ta përfitojnë Serbinë, ta tërheqin nga Rusia. Këto është një gjatë që gjithkush e din. Kjo është qëllimi i tyre kryesor, po unë besoj që kohëve të fundit e kanë kuptuar se Serbia nuk mund të tërhiqet nga Rusia. Edhe gradualisht, sidomos në Amerikë, me administratën e re, ka ndryshuar shumë gjëra në interes në favor të Kosovës. A mendoni se do ketë presion përsëri mbi zotin Kurti për të arritur marrëveshjen me Serbinë edhe nga institucionet amerikane, nga kontaktet që keni pasur në emër të Ligës? Mundet me pas mirë, po presioni do të jetë pak më i arsyeshëm, më i kuptueshëm dhe pozita e kryeministrit Kurti tash është më e fortë, sepse pas gjitha atyne sulmeve ndaj tij personalisht, edhe nga qeverisë së tij, edhe presidentës Vjosa Osmani, se nuk janë ka bashkëpunojnë me faktorin ndërkombëtar, se kanë veprime të cilat e kanë nxit Serbinë. Kjo është një mantra e tyre përdorur gjatë gjithë kohës dhe me ato i kanë mashtruar qeveritarët e përparshëm, por Kurti nuk ka rënë grackën e tyre, e ka vazhduar punën për interes të shtetit dhe më në fund
ai duhet fitues, sepse u pa që populli e ka kuptuar se ajo s'ka punon drejt për kombin e për shtetin, ai nuk është kur far personi që kundër Amerikës apo kundër Evropës që mundonin ta cilësonin disa, sidomos opozita, por një person i cili e ka interesin e shtetit edhe të kombit vet numër 1, sepse populli i Kosovës për atë edhe ka zgjedhur që ta mbrojë interesin e tij, jo interesat e ndërkombëtarëve. Kështu që unë mendoj se ai ka dalë fitues, edhe tash i ka rrugën më të hapur, edhe unë mendoj se Evropa, sidomos Evropa, do ta vazhdon me presionet e tyre që të çojë pe këtu e aty, por Kurti është në pozitë shumë më të mirë, edhe me argumente mund të rrëzoj kërkesat e tyne, sepse ty e kuptove që e kuptuam kohëve të fundit se Lajçaku çfarë për shembull Lajçak, çfarë diplomati i kompromitum na dul Lajçak. Ai pastaj edhe Escobar, disa tjerë që kanë qenë që i kanë udhëheq, kanë marrë pjesë në dialog mes Serbisë dhe Kosovës, kanë qenë të anshëm edhe të ngarkuar me gjëra tjera. Tashti unë mendoj se do të vazhdoj kjo, por në nivel më të urtë, kështu që qeverisë Kurti të re i hapen mundësitë që të punojmë më shumë në zhvillimin e shtetit, zhvillimin e ekonomisë vogël sidomos, nxitjen e investimeve, përmirësimin e shërbimeve shëndetësore, të edukatës, të shkollave, duhet më shumë të bëhet tash në këtë mandat. Por e ka edhe një detyrë shumë të vështirë, që ka më të vështirë se këtë, është sepse është e dukshme që edhe prokurorët e shtetit, edhe gjykatat, deri te gjykata kushtetuese e Republikës Kosovës nuk janë duke punuar në interes të shtetit atë shumë. Ato janë shumë të influencume, janë shumë labile. Dhe me thonë, gjykata kushtetuese merr vendime ma shumë politike se sa që i merr në bazë të kushtetutës, në bazë që ka detyrë. Ajo s'duhet me pa një gjykatë kushtetuese mirëfillt, nuk duhet me pa deklaratat e evropianëve, diplomatëve, jo duhet kështu, jo duhet me dhënë listë serbe këtë, jo atë. Zbato kushtetutën ashtu siç është shkruar. Shihet sidomos vendimi i fundit që mundsoi që një nënkryetar i listës serbe të detyrohet kuvendi, u detyru atë Simiqi nuk e ka votuar as vetvendosja, as kusht tjetër për deputetëve, po e kanë votuar ndërkombëtarët edhe gjykata kushtetuese e Kosovës. Prandaj pritet një punë shumë e madhe e kryeministrit, shpresoj në bashkëpunim edhe me presidentën Vjosa Osmani, sepse unë mendoj se çfarë do zgjedhje për Kosovën, përveç presidentës Vjosa Osmani do të ishte një gabim trashanik, sepse kemi një personalitet e cila jo vetëm që ka aftësitë e veta që ka tregu, po që me përvojën e saj të madhe, me mënyrën e depërtimit, me arritjet që ka bërë, me miqësitë që i ka kriju, me mënyrën e paraqitjes, ajo e ka arrit një nivel shumë të lartë që për tjerët, unë nuk e nënshmoj askën se ka me dalë të ardhmen kandidat nështë edhe më të aftë se Vjosa Osmani, por në këtë moment nuk e shoh. Unë nuk e shoh asnjë kandidat i cili është aq i ajo ka gabimet e veta, po nuk është asnjë kandidat nuk i afrohet me aftësi edhe me përvojë edhe me paraqitjet e saj. Kështu që shpresoj që Kurti do ta propozon Vjosa Osmanin për presidente, edhe shpresoj që opozita e ka kuptuar se populli i ka dënuar për veprimet e tyre të deri tashme. Ata nuk duhet të punojnë si kanë punuar, duhet të ndryshojnë. Jo me bojkotime, jo me mohime të votimit, jo me lëshim të parlamentit, sa ato e kanë detyrë. Nëse një deputet parlamentar e lëshon vendin e punës, e zvoton, ajo nuk është demokratike, ai mundet me pas drejt edhe nuk shkon në burg për ata, por mundet me bë, por është gabim. Është gabim, e populli e sheh që është gabim. Prandaj edhe opozita është dënuar. Unë mendoj se është interes të opozitës që edhe ata ta votojnë presidentën Osmani, edhe mbos kërkojnë tashti jo duhet të bëjmë marrëveshje, mos presin ata beneficione. I kanë humbë zgjedhjet. I kanë humbë. Të kuptojnë, i kanë humbë. Zoti Agim u vure si kur LDK-ja po la rrugë të shtek të hapur për marrëveshje me lëvizjen vendosje, apo jo?
për zgjedhjen A kalon një shtet hapur, shpresoj që e ka në mirë fillt edhe me sinqeritet, edhe shpresoj që nuk insiston me kërkesat e saj që të ketë pjesëmarrje të madhe në kuadër qeverisjes. Unë normalisht që është e kuptueshme që qeveria Kurti duhet edhe mund t'i ofrojë diçka LDK-s, por ata nuk e shoh që meritojnë të kërkojnë diçka ekstra për votimin e presidentës. Për votimin e presidentës ata duhet ta bëjnë vetë, edhe unë menoj se është shenja e parë serioze e madhe, e cila e tregon se ata më në fund e kanë kuptuar që kanë bërë gabimin kaluarën dhe janë ka orientohen nga e mira, kanë punu keq, ka tash do të fillojnë të punojnë mirë, do të bëhen një opozitë konstruktive, e cila e kritikon qeverinë për çështje thelbësore të rëndësishme, jo çështje interesave, jo s'duam kështu, jo duam ashtu, jo s'duam kështu. Po ti nëse keni vërejtje për diçka, propozo çka është më mirë. Bim në neve të gjithëve tjerëve që është më mirë kështu, po jo, nuk e votojmë ata. Kurti s'do të bëhet kur kryeminist. Çfarë deklarata është ajo? Pse? Kush thot ty se ti ke drejt me thonë që Kurti nuk do të bëhet Kurti? Jo vetëm Kurti, po kush do? S'mundesh ti me thonë as si opozit për dikë tjetër. Aty vendos populli. A kupton? Nuk vendosim individat. Zoti Agim, kam një pyetje tjetër. Si e vlerësoni ftesën që ju bë Kosovës dhe presidentes për rolin e saj në bordin e paqes nga presidenti Trump? Po, faleminderit për këtë pyetje. Unë mendoj se është një ftesë shumë e rëndësishme. Normalisht i ka ato dobësitë e veta, por unë mendoj se është në interes të Kosovës, edhe sepse ta kuptojmë, zoti Rafael. Presidenti Trump është president i shtetit më të fortë në botë, dhe i shtetit i cili gjatë gjithë historisë e ka ndihmuar kombin shqiptar në një mënyrë ose një tjetër. Ne s'kemi rrugë tjetër. Presidenti Trump na mundu me pas vrejtje në disa, ne kemi disa vrejtje, ka punë të mira, ka punë që ndoshta ne mendojmë dikush, secili prej neve ka mendimin e vet. Ndoshta ka diçka që ai s'o ka punon mirë, por unë mendoj se interesi i Kosovës edhe ftesa e Kosovës të merr pjesë është shumë e rëndësishme dhe është vendimi i presidentit që të merr pjesë shumë me vend. E unë besoj që do ta ketë edhe aprovimin e kuvendit, me siguri që duhet të kalojë nëpër institucione, edhe unë besoj që do ta ketë përkrahjen e plot. Sepse përndryshe do të ishte gabim po të mos merrte pjesë. Unë e di që ka vrejtje, po dalin ata do gazetarë të Evropës si ka emrin Hence apo i Fazit, i cili e kritikoi në atë mënyrë, jo vetë kritik, po në mënyrë edhe një sulm personal ndaj presidencës. Pse? E sulmoi presidentën sepse ai personalisht nuk e pëlqen zotin Trump. Çka ka faj presidentja Osmani për presidentin Trump, për vlerat e tij, për ato e ka zgjedh populli amerikan. Na duhet punojmë me këto që e zgjedh populli amerikan. Edhe presidenti ka bënë veprim të jashtëzakonshëm. Në fakt, kontributi i Kosovës nuk do dihet saktë sepse nuk është financiar në këtë mes për gazën, por duhet kemi parasysh edhe konceptin amerikan, është Kosova është një vend përgjithsisht musliman nga kuptimi i religionit, edhe Shqipëria dhe i duhet ndoshta për balancat geopolitike tjetë e pranishme aty. Është afirmim. Zoti Rafael, është një afirmim. Aty ka shtete që ende nuk e njohin Kosovën. Ti e ka pranuar si një subjekt i barabartë. Bile i ka ardhur ftesa edhe për zonë Putinit, që ajo është një personalitet negativ. Edhe mirë po, në këtë forum presidentja është e barabartë me tjerët, nuk është sikur në Kombet Bashkuara, është e barabartë. Domethënë, ajo e mund qëndrimin e vet. Për shembull me Argjentinën që nuk e ka njohur Kosovën. S'e ka njohur, për shembull. Mirë po, ajo mund ndikoj si gjatë, se ajo edhe me aftësitë e veta, se po çfarë aftësi ka, brenda vitit i siguroj 4 njohje. Ajo kur ja arrin të bashkëbisedon me politikanë të huaj, është shumë bindse. Ta kuptojmë, zoti Rafael, ne ai kemi drejtë në anën tonë.
por duhesh me pas aftësi me prezantu drejtën tonë. E në njëjtën mënyrë, domethënë kemi si presidentën Vjosa Osmani edhe kryeministrin Kurti e shkojnë tu e plotësuan njërin tjetrin. Kryeministri Kurti në mënyrë që ta shpreh si më shumë si formë biznesi në atë kuptim. E ka krijuar një produkt të mirë për shtetin e vet. Ndërsa Vjosa Osmani është një personalitet i cila atë produkt e promovon në të ndërkombëtar në mënyrën më të mirë të mundshme. Prandaj unë i lidh ata dy shumë bashkë, unë mendoj se është interesi. Po thoni ju, e kompletojnë një tjetrin. Okej. Pas tjetër. Pra, kjo nxjerr dhe more pyetjen tjetër, cili është mendimi juaj për zonjën Osmani? Natyrisht ju si mund të arrihet nga pikpamja e votimit? Veç thënë edhe këto, unë mendoj se ai që nuk e voton zonjën Osmani, me siguri, sepse unë e vrej një përkraje të jashtëzakonshme në popull për presidentën Osmani. Ka një përkraje shumë të madhe, zoti Rafael. Unë e mendoj që ka 80% popullit pas veti. Prandaj, kush do që voton kundra i sajne, në çfarë do mënyre, populli nuk do t'ja harron. Prandaj do të kenë edhe pasojë prej popullit, jo prej meje. Unë do t'isha më i lumtur edhe kjo do t'ishte zgjedhja më e mirë për të gjithë. Edhe për opozitën mendoj zoti Rafael, se opozita mundet me bashkëpunu me presidentën Vjosa Osmani. Ajo është e hapur për bashkëpunim. Mirë po, janë kufit kush ka basido. Nëse dikush për opozite e kërkon që Serbisë të japet diçka, normalisht si presidentja Vjosa Osmani nuk pranon. Deri tashti, edhe presidentja, edhe kryeministri në interesat e Kosovës nuk kanë shupe, kanë gabime, por gabime shumë të vogla të cilat nuk ndikojnë në funksionimin e shtetit, në shtetësinë, në shkumjen përpara. Megjithatë, a duhet të jetë zoti Kurti më i kujdesshëm në raport me ndërkombëtarët, sepse Shtetet e Bashkuara pezulluan një farë bashkëpunimi, Evropa vuri disa kushte që i hoqi ndaj Kosovës. E këto shihen nga pikpamja diplomatike si jo të dëshirueshme. E kuptoj. Ndëgjo, normalisht që çdo udhëhes një politik që është, sigurisht duhet të jenë më të kujdesshëm. Unë e kuptoj atë punë. Mirë po. Është kufiri, është një kufi, deri ku ti mundesh me qenë edhe me lëshu pen, ti mundesh me lëshu pen gjanat vogla, po nëse një gjë e damton interesin e shtetit edhe të kombit shqiptar për sa t'jen jeta, nuk duhet me lëshu pe edhe nëse vjen edhe Amerika kërkon prej teje, edhe bota dhe Zoti nëse kërkon prej teje, ti nuk guxon me lëshu pe një gjë e cila e damton kombin edhe shtetin. Prandaj e ka kufinin. Ajo tregu, po e marrim për shembull. E kërkuan nga Kurti që ta largoj policinë speciale nga Veriu. Ai premtoi, tha do ta gradualisht, po, për ata dhe u vun sankcionet ndaj Kosovës. Ai tha unë gradualisht, pa ata, jo, duhesh me njerë. Disa muaj mbrapa e patëm sulmin e Serbisë, i cili po të mos ishte ajo polici, po të mos vendoste Kurti në interesin e kombit e jo të vetin personal, edhe në një mënyrë ka shkuar në konfrontim, mur sanksione, ne Kosovën tash do ta kishim të përgjysmuar. Prandaj një lider i tillë duhet me pas qëndrim të fortë. Edhe pse prandaj këtu po vim prapë te kjo. Kurti e ka detyrën të jetë pak më i vendosur, pak më i ashpër kështu. Presidenti ka detyrën pak më qenë më akomoduese, pak më e afërt, edhe kështu që e bojnë një kombinim perfekt, i cili nuk lëshon pe në interesat shtetit të kombit. Pik. Tani ke kjo pik. A mendoni ju se zoti Kurti do të rifilloj bashkëbisedimet me Serbinë pasi është zgjedhur qeveria e re? Është i detyruar pak a shumë? Ndëgjo, unë me dëshirë kisha thonë nga ana ime dhe ne shumë tjerë, jo veç unë, mendojmë që jemi të pavarur, që nuk do duhet i fare të bisedoj me Serbinë. S'kesh ka bisedon me Serbinë. Mirë po, nuk mundesh për shkak të zhvillimeve ndërkombëtarëve edhe interesave tjera shtetërore, ti duhesh me i pranua edhe bisedimet. Mirë po, unë mendoj se ka me qenë pozitë më të mirë edhe duhet të qep pa kushte më shumë ndaj Serbisë.
Edhe unë mendoj se sa herë të shkohet në tubime, në takime me Serbinë, për çfarë duhet dialogu, jo vetëm kryeministi Kurti, por kushdo që merr pjesë në dialog me Serbinë, me vete duhet ta merr librin e vrasjeve edhe të fëmijëve, të civilëve shqiptar, edhe ta ka në tavolinë aty që kurdo që fillon do ta fillon me ato. Ju jeni fajtor për çka keni bë edhe ku na keni sjell. Dhe ta kuptojnë, ndërkombëtarët nuk e pëlqejnë atë punë. Jo, ata duan që ne t'i harrojmë krimet. Jo, s'ka mu harru krimet. Nuk mundemi harru krimet. Njerëzit i kanë humbë fëmijë. Gjenocidi që u bë ndaj Kosovës nuk guxon të harrohet kurrë. Hiç. Atëre, në këtë mes, si duhet vepruar me veriun e Kosovës? Me veriun e Kosovës, unë besoj që ka vepruar ashtu Kurti. Në mrapavi duhet bisedohet me serbët e Kosovës sa më shumë. Sepse edhe me dasht publikisht, se unë kisha thonë ma mirë është edhe publikisht, që ta shohin edhe bota perëndimore, që ti serbëve të Kosovës po ju ofron diçka dhe po i afron edhe po. Ata janë shtetas të Kosovës, normalisht që ne duhet të sjellëm në mënyrë normale, mirë po ata duhet të kuptojnë që s'ka privilegje. Ata janë të friguar edhe të kërcënuar serbët e Kosovës. Njerëz serbë të mirë që sigurisht janë 80%, se ka një përqindje e madhe që ende kanë ide të shkatrimit kombit shqiptar, urrejnë kombit shqiptar. Po jam ka flas për popullin normal. Me atë popull duhet bisedohet. Në këto momente e di që kryeministri Kurti bisedon me ta, po nuk guxon t'i bën publike sepse ata janë të kërcënuar edhe janë të rrezikuar, zguxojnë. Në mrapa vit duhet bisedohet sa më shumë me ta, derisa të vini pikë që ata të shohin që nuk kanë rrezik më prej Serbisë, edhe që siguria është që shteti i Kosovës, që është i shteti i tyre, ju ofron sigurinë personale, familjare, edhe ja mundson të ekzistojnë, të jetojnë të lumtur sikur çdo popull brenda Kosovës. Se një vend demokratik që i respektohen njerëzit, ata që duan të jenë të mirë, se nuk ka respekt për kriminalët. Zoti Agim, e shihni ju se Shtetet e Bashkuara kohët e fundit kundrejt Vučićit po tregohen më rigoroz, më të ashpër, nuk po i fërkojnë krahët? Po, vërehet, sidomos në Amerikë, vërehet shumë për arsye se e kanë kuptuar mas një periudhe shumë gjatë që Vučići as nërmend nuk e ka që t'ja kthen shpinën Rusisë. Ai ka idetë e veta, edhe me ato idetë ai do të përfundon si karrierën e vet politike. Interesi i Vučićit është ai o ka bën çdo përpjekje për çka do të përfitimin Kosovë, që dëshira e tij është sa ai e din që Kosovën si shtet e si territor e kanë humbur. Por dëshira e tij është që të marrë sado pak diçka të mrri, ose të merr një pjesë të veriut ose diçka që në historinë e Serbisë thotë, Miloševići, Serbia e humbën Kosovën, por une e ktheva edhe me hyrë në historitë të Serbisë. Ajo ka të kota, ato është një ëndër retinej, ajo ka vazhdon. Bota e ka kuptuar se ajo është destruktiv, ajo ka punon keq, ajo ka destabilizon, ajo ka eskalon, jo Kosova. Edhe problemi, derisa perëndimorët, diplomatët edhe amerikanët fillojnë ta zgjidhin, ata unë mendoj se e dinë, se nuk ka që edhe nuk e dinë. Por problemin nuk e kanë në Kosovë, e kanë midis Beogradit. Problemin e kanë shumë të madh me Serbinë. Derisa nuk hiqen tipat si Vučići, se edhe po opozita nuk është aq e mirë. Mirë po, kur një Vučić bjen, edhe ata tjerë politikanë që vinë gradualisht duhet ta zbusin qëndrimin e tyre, për ndryshe, nëse vazhdojnë kështu me konfrontime me këtu, duhet të kuptojnë që s'kan më arrit asgjë. Prandaj e kanë kuptuar diplomat evropian shumica, se janë disa pro-serb që ata smërziten, ata dojnë edhe Rusin një pjesë diplomatëve evropian. E dojnë Rusin. Ashtu që është, ata se pranojnë agresion Rusin një pjesë e tyne. Mirë po, ata s'mundesh me kthy. Mirë po, ata që kanë arsye, që janë ashtu e kanë kuptuar që Serbia, veprimet e Serbisë nuk çojnë ka Evropa, çojnë ka Rusia, edhe tash pak a shumë do të vjen Vučići, nuk do të mundet të ulet në dy karrike sikur deri tash, se ky e ka shtyr politikën e Titos, edhe Titoja
edhe ka mashtru prendimin, edhe me Rusin, e ka vazhdu punën e vetë, njërën, ati ka pas sukses. Edhe Vučićit i pat sukses një kohë, me të thonë drejten, a kupton? Po i vjen fundi mashtrimeve të Serbisë. Si e vlerësoni ju aleancën apo marrëveshjen midis Shqipërisë, Kosovës edhe Kroacisë, marrëveshje ushtarake midis tyre tre vendeve që ka shqetësuar shumë Vučićin? Duhet me shqetësu Vučićin, kjo është një marrëveshje që e kërkon situatat të cilën e ka kriju e vetë Serbia. Sepse ajo nuk është agresore vetëm ndaj Kosovës. Ajo s'paku i ka bojë Hespari, i ka bojë 4 lufta, tonë e dim. Edhe i ka humbë, normalisht, por është në gjendje ajo ka vazhdon politikën agresive, edhe kundër Kroacisë, edhe kundër Bosnjës, edhe kundër Malit Zi, edhe kundër Kosovës. Prandaj kjo aleancë e Maqedonisë. Kjo aleancë është aleancë natyrale, edhe është aleancë mbrojtje. Nuk është aleancë agresive me qëllime të okupimit të Serbisë. Është aleancë me qëllim edhe me interes të mbrojtjes nga një e keqe, nga një agresor i pamëshirshëm edhe në këtë moment ende i papërmirësueshëm. Në këtë mes do të ndalem edhe një çik për Dodikun dhe mbështetjen që i jep Vučići, me që folëm për Kroacinë dhe për Bosnjën. Dodiku është për mu ai ka fillu prap ta luajë një lojë dyfisht. Një kohë ka qenë shumë ekstrem, tash ka fillu të afrohet me disa qarqe të Amerikës edhe kështu. Mirë po, unë mendoj se edhe këta Amerikanë që mundën eventualisht, ose edhe Evropianë që mundën me pas përkraje për Dodikun, do të dëshprohen, sepse ai njësoj sikur Vučići edhe Miloševići janë të papërmirësueshëm. A kupton? Vučići e Dodiku i kanë mendimet e njëjta. Pyetja është a munden me i realizu apo s'munden. Domethënë, Dodikun Vučići e ka përdor për interesat veta, edhe e përdor edhe matutje për interesa, sepse qëllimi i Serbisë, edhe i Vučićit, edhe i klasës politike të smur të Serbisë, është që ta ndajnë Bosnjën. Ta ndajnë, ta marrin një pjesë Bosnjës, ta marrin një pjesë Kosovës, ta krijojnë Serbinë e madhe, apo që siç po i thojnë ata, bashkimin e popullit serb në mënyrë, por kjo është dëshira aty në për Serbi të madhe, shkurt. Ajo dëshirë ka ra poshtë me humbjen e luftave, por ata ende nuk e kanë qartë dhe mendor. Kështu që Dodiku një personalitet negativ, njësoj si Vučići, edhe herë do kur ai do të shkojë. Në këtë mes, kalojmë tek një çështje mjaft e nxehtë, sepse ndërsa Vučići është i lirë dhe bredh si të dojë, ndërsa ish ministri i informacionit, kryeministrit serb që kalojnë në gjykatën e Hagës, Miloševićit, është i lirë, luftëtarët e UÇK-s janë në Hagë. Ka një reagim mbar kombëtar edhe në Shtetet e Bashkuara në mbështetje të luftës së drejtë të UÇK-s dhe në mbështetje edhe të akuzuarve në gjyqin e Hagës. Por arsye se lufta e UÇK-s nuk duhet barazohet me çfarëdo lloj veprimi individual. Ka duket se po e dënojnë duke përmendur dhe 180 vjeç, sikur po e dënojnë UÇK-n. Cili është mendimi juaj? Këtu janë dy çështje. Çështja e luftarëve të lirisë që kanë luftuar për liri dhe UÇK-s që ka luftuar për liri që ka dalë nga populli, që ka dalë në mbrojtje të fëmijëve, të identitetit kombëtar, të nderit, të mbrojtje të ekzistencës kombëtare, që është UÇK-ja, dhe ka elemente individuale për secilin, pa hy veç për secilin person aty, ka në cilat unë nuk i di, edhe nuk du për me hynë ato, për arsye se nuk i di mirë po, nëse dikush ka bo krime personale, individuale, ai krim konkret duhet të analizohet dhe të gjykohet. Jo njërë të përgjithshme, prandaj, kjo gjykat është gjykat e pa drejtë.
është gabim katastrofal i klasës politike edhe i të institucioneve të Kosovës kur e kanë votu këtë gjykatë. Nuk është dashur në asnjë mënyrë. E para, pse një gjykatë vetëm kundër shqiptarëve? Për çka? Pse mos më qenë edhe kundër kriminalëve serb? Pse? Ajo në një. Në ndë. Pse të gjykohet një rezistencë për liri me të krahasohet realisht Evropa këtu, të tonë të barazon një kriminal serb i cili e vret një fëmijë me një luftar TUÇK-s i cili e vret një polic të cilin duhet të vrojë sepse ai don t'ja dhunojë ose t'ja vret fëmijën. Çfarë krahasimi është këtu? Evropa ka një problem. Ata janë një anshëm ndaj popullit shqiptar, po gjatë gjithë historisë kanë qenë. Ata i kanë mbyllë syt kur janë bërë gjenocidet ndaj shqiptarëve në vitin 1887 në Nishën për sheve këtu. Edhe ata e kanë në krye tyne, janë disa elemente pse evropianët, të i përfshi edhe gjykatësat, të i përfshi edhe prokurorët, ata nuk e kuptojnë luftën për liri. Ata kanë pas luftë me Gjermaninë e këto, ata nuk i kuptojnë çka do të thonë kur ti je ka lufton për liri, kur ti je ka lufton për ekzistencë, kur ti je ka lufton për fëmijën ton, që po vjen një polic me ta vra. A se kuptojnë? Prandaj ata tentojnë që thonë, këta kanë vra polic kanë vra shqiptarë dhe në rregull, njësaj, jo nuk janë njësaj. E para, e dyta, numri i kriminalëve serb që janë gjykuar shumë i vogël në krahasim me krimet e tyre. UÇK-ja s'ka bë krime. Në mbrojtjet vet ka vra polic. Ajo është luftë legjitime, luftë për liri. Prandaj aty jam me popullin shqiptar edhe me këtë rezolutën që u aprovu në kuvend, edhe unë jam që me çdo kusht, ndoshta nuk mundemi me ndikue në rezultatin se si vendimin e gjykatësve, mirë po duhet ta thojmë fjalën tonë se kjo është e padrejtë. Lufta për liri, UÇK-ja nuk mund të njolloset, ta them kështu, UÇK-ja si UÇK s'ka më njollos, ai ka siguru vendin e vet në histori. Sikur mos ishte UÇK, ne nuk do të kishim liri. Mirë, po nuk është si s'ka edhe elemente tjerë. UÇK-ja është elementi kryesor, luftarët e të lirisë unë gjithmonë i qesën në rand parë. Ata e kanë meritat kryesore, ata që luftojnë për liri janë kryesorë të cilët ta sigurojnë lirinë edhe pavarësinë. Mirë po, ekzistojnë edhe forca tjera që kanë ndihmuar atë arritje që kemi pas me bombardimin e Serbisë, ki rezistencën pasore të presidentit Rugova, ki rezistenca tjera gjatë gjithë historisë, ki aktivitetin Gjodi Guardit, Ligës Shqiptaro-Amerikane, po dhe shumë shqiptaro-amerikanëve tjera, të organizatave tjera që kanë vepruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të arrihet ajo çka kemi arrit. Domethënë, lufta janë është e drejtë, Evropa është gabim. Kjo gjykatë është e gabueshme, kjo është një njollë historike në nderin e Evropës. Mirë po, ne nuk kemi forcë, sepse mënyra që është aprovu kjo gjykatë është shumë e vështirë të zhbëhet, shumë e vështirë. Për shkaqe të votave, për shumë arsye, përndryshe unë jam në anën e luftarëve të lirisë, si luftar të lirisë. Për ato tjerat, kur dikush ka qenë president, për shembull presidenti Thaçi kur ka qenë president, unë e kam kritikuar ato personalisht si president për disa veprime të tij. Por si luftar të lirisë e respektoj. Unë për vete i adhuroj luftarët e lirisë. Bile e di kur ka dalë UÇK-s parë në komunitet këtu, e me mbledh komuniteti kur dulen UÇK-ja natë 7 ndikon aty dhe u bën vrasjet e disa mësuesve, ishte pyetja në komunitet kush janë këta. Unë për vete, ishte edhe një përfaqësues se përfaqësoi kjo UÇK Astrid Huskaj, edhe e sulmon gjithë atë. Këta ndoshta i ka thënë Serbia, këta që po vrojnë policë. Unë i thash dy gjëra, atë mbledhin, më man se sot dëshiroj të përsërisë, shumë e rëndësishme. Edhe sikur mos të ekzistonte një UÇK, një luftë. Unë dëshiroj që një fantazmë e UÇK-s të ekziston dikun e cila e vret me policë serb, se boll na ka vrarë Serbia. Në ndë. Serbia kur nuk i vret policët e vet. Serbia i vret fëmijën e vet me alon shfaqjen shqiptarëve që me bë masakra. Po kur gjatë gjithë historisë nuk i ka vrarë as ushtarët as policët, se din çka do të thonë në moralin e ushtrisë dhe të shtetit tyne. Prandaj, ata që i vrajshin policët atëherë, janë kohën UÇK, janë kohën Trivat Luris, jo të dikush tjetër, a kupton? Prandaj unë do të thonë përfundimisht
e admiroj luftën tonë, ka qenë një luftë jashtëzakonisht madhështore. Edhe do të mjetën në analet e historisë, i ka rritë qëllimet e veta. Unë e di që organizimi Mirëfillë s'ka qene, ka pas kështu e grupe, probleme, gjitha. Por, kur e këshyrë si tanësi, ka qenë një mrekulli e kombit tanë, edhe e u arrit me liri, edhe me pavarësitë Kosovës, kthem mrapa nuk ka. Kosova sot është shumë më e fortë. Kur kemi arrit ta rezistojmë Serbinë me armë të sjellur nga Shqipëria me krah, na tash i kemi forcat tona aty të cilat janë ka përgatitën, e me ato nuk ka shansa Serbia që mundet me e okupu prapë Kosovën në asnjë mënyrë, por ndikimet politike, nëse ne kemi lider dopt, mundet me arrit, me pas arritje, sepse po i përdor minoritetin serb për interesat veta. Po, nëse kemi lider të fort, si që janë presidentja Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti, Glau Konjuvca dhe një pjesë e madhe tyre, ne jemi të sigurt, unë flaj rahat. Si e shpjegoni faktin që zoti Haradinaj dha dorëheqje nga partia AKE? Për zotin Haradinaj, si luftar, kom një respekt veçantë, veç kohën e maj në atë kohën kur boni një ofenziv, Serbia jashtëzakonshme e ndjekë shqiptarët ka do iken plot anek nej, Haradinaj qëndroi mrena edhe zoni i tij dëgjohej rezistencës për liri. Familja Haradinaj është një familje historike, një familje trime, familje që ka dhënë shumë për Kosovën, edhe komandanti Ramush Haradinaj, generali, e meriton çdo respekt për luftën e tij madhështore. Kur është çështja për politikë, unë kam disa mospajtime me, sepse ne heroin ton Ramushin, që ende konsideroj heroj, ato s'mundesh me humbë, ato kanë met. Historia nuk mundë më rishkru, s'kthesh, mundesh me kthy mrapa me thonë, jo, s'ka luftu Ramushi, ka luftu. Ata që duhen me amohu, a kupton. Kemi disa mospajtime, se ne kemi përkra, bile mas lufte me njerë kemi sjell në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kemi taku me atëherë vice presidentin Biden. Në vërtet ka qenë kryetari i komitetit, Bideni ka qenë kryetari i komitetit për marrëdhënie me botën e jashtme. Kemi bë takime për të në Washington. Jody Guardi dhe Shirley kanë shku, kanë marrë pjesë në Hag, kanë vizitu në Hag. Kanë vizitu në Hag, plus kemi angazhu avokat për mbrojtjen e tij. Domethënë, ai ka qenë për neve një simbol i lirisë. Edhe është, si lirë. Politikisht i ka bërë disa gabime, unë mendoj që i ka bërë pa nevojshme, e tash, tërheqja e tij nej, pa marrë parasysh sa i tërheqet, ndoshta ka, janë disa arsye, ai e di mas miri, ai tha vetë, është një kohë gjatë, si udhëheqësi i AKE-s, edhe do në t'jale dikuj tjetër, edhe natyrisht që nuk pat edhe suksese në zgjedhjet e fundit, që është e kuptueshme. Mirë po unë mendoj se megjithatë influenca e tij do të vazhdojë, ai do ta ketë një rol shumë të rëndësishëm, po marr parasysh do të ketë në një pozitë në parti ose kudo tjetër, ose si parlamentar, po kudo që është, fjala e tij do të çon pesh. Vetëm dëshiroj që ai të jetë sa më konstruktiv, se unë jam i sigurt që zot Runa me na shërbu prapë Serbia, ai do të jetë në radhë të para në luftë kundër Serbisë. Zoti Agim, po vazhdojmë një çështje tjetër, ju e keni përmendur në një shkrim tuaj. Faktin që për mëngjesin e lutjeve vinë mjaft politikanë si nga Kosova dhe nga Shqipëria, bëjnë disa takime me lider amerikan të sponsorizuara apo jo, thjesht për vetë promovim. Si qëndron e vërteta? Dhe a i vlejnë këto takime? Zoti Rafael, unë jam një kohë gjatë merrna me që 35 vite merrem me aktivitet lobist. Unë e kuptoj se nga njëherë ne kemi bërë shumë aktivitete dhe nuk i kemi pa rezultatet. A kupton? Jo gjithmonë aktivitetet tona kanë qenë të nivelit që kanë sjell diçka të mirë, definitivisht të prekshme për çështjen tonë kombëtare. Prandaj, kur bëhen këto takime, është logjike që është mirë të bëhen. Është sa më mirë që ne të veprojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe ne si komunitet, po edhe liderët tonë. Por pyetja është, apo teprohet?
kur teprohet, kohën e fundit është tepru. Kanë ardhur njerëzit kot vetëm për me qitë emrin e vet, me marrë një fotografi aty kot. Tash për shembull ke pas takimin me kongresmen, me senator, me kongresmenin Kiev, delegacioni për shef, sa ka qenë rregull. Edhe këta djemë të Teksasit që kanë organizuar, ajo ka qenë e ka pas rezultatin e vet, plus ja kemi po rezolutën e cila e ka kaluar në këto komitetin për marrëdhënie me botën e jashtme, edhe shpresoj që do të kalojë në instanca tjera. Domethënë këto janë rezultate prekse, nevojshme. Ardhja e disa prej tyre ka qenë në rregull, por burri fort po se nuk vihet këtu vetëm pa kur gjove që me shku një korridor me marr pjesë edhe me nxon dikon me dalën fotografi pa pik efekti. Pastaj, nëse unë personalisht, si veprimtar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, shkoj e marr pjesë diku edhe nëse nuk ka sukses, se unë e paguaj financat e mia, me parat mia është problemi im, fundit. A kupton? Edhe pse ajo nuk është e mirë. Por nëse një politikan nga Shqipëria ose nga Kosova i shpenzon parat ose të partisë ose të shtetit ose dikujt tjetër në një organizate për me ardhur dhe mos me bëu asgjë në Washington vetëm për mi dalë emri, mendon se ka arrit shumë, edhe unë isha në Washington edhe tash duhet mi bëj kryetar. Jo, për vendoset baza punëve tjera, jo për një vizitë në Amerikë, si s'mundesh më bëj madh. A kupton? Duhesh më punu non-stop me Amerikën. Bile edhe këto e kom përmend pak në shkrim. Gjithmonë ekziston tendenca ndodh diçka ose një takim në Amerikë ose diçka ose për skeç ose për miri, për smiri. Nëse kes thonë, bo kiameti, hupi Kosova, hupi Shqipëria, Amerika, çfarë po thot? Edhe ti ta paraqithu se u marraj çdo gjë. Ajo është vetëm një segment, një moment. Atëherë ose në anën tjetër është gabim kur e bojnë një takim shumë të rëndësishëm. Edhe thonë, u bo Kosova mriti, u bo e pavarur, po mendoj e pavarur është, po unë jaf nga gjithë bota, hinin Kombet Bashkuar me NATO, u siguru NATO-ja. Jo. Duhet punu zoti Rafael për çdo ditë, duhet shumë takime, shumë përfaqësime, por teprimi i tyre, edhe që ta përmendë e kam shkruar në shkrim temin, nuk ka gjë më të keqe se sa kur një politikan nga Kosova ose nga opozita vjen edhe flet keq kundërshtarëve të vet politik. Ose nëse një veprimtar siç jam unë shkojnë në Washington edhe me përfaqësues amerikan, që ndoshta nga njerë janë të nivelit më të lartë, por shumicën e rasteve më atur, shkoj e flas keq për ty ose për një organizatë tjetër të komunitetit. Kupton? Ajo është dobësia jonë. E ti nuk e din për çfarë qëllimi shkojnë, se ata shkojnë më ngrit, mendojnë që ngritën në Amerikë se i thonë, unë jam i mirë, Rafaeli i keq, edhe ju lutem delni publikisht edhe më bë kryetar të Kosovës. Apo kupton, ose të Shqipërisë. Ju përmendët NATO-n, edhe unë do ndal edhe deklaratën e fundit të zotit Haradinaj 2-3 herë ka në Shtetet Bashkuara kohët e fundit edhe thot Kosova duhet futet në NATO. A është kjo një zgjidhje dhe a është e arritshme? Unë e uroj që të jetë ashtu. Unë pajtohem me ty. Është një zgjidhje e arritshme, është pak më vështirë. Nuk është edhe aq e lehtë. Do të arrihet një afat më të gjatë, a kupton? Jo aq lehtë. Nuk është aq lehtë, për arsye se në NATO i ke 5 shtete që nuk e njohin Kosovën. Edhe NATO-ja voton me konsenzus. Dohet një presion i jashtëzakonshëm edhe nga Evropa, shtetet që kanë njohur Kosovën, edhe nga Amerika, NATO shtetet tjera që ato të lëshojnë pe dhe ta njohin, ta mundsojnë që Kosova të hyjë NATO. Prandaj herë do kur Kosova do të hyjë NATO, mirë po duhet një punë e madhe. Tash, normalisht që nëse Amerika don, sikur që presidenti Bush e shpalli pavarësinë e Kosovës në Shqipëri, në Tiranë ka shpall. Edhe deklarata e tij zoti Rafael ishte bisedu në ball, enough is enough. Kem bisedu ball, u bën bisedime, dialogje, atisari, këto. Kosova duhet të bëhet e pavarur dhe pik, edhe e bonit pavarur. Tash u dusht me anashkalu Këshillin e Sigurimit, u dusht Amerika nëse don. Është e mundur që mundet të gjenë mënyrën me anashkalu presidenti, sidomos presidenti Trump. Me mënyrën e vet veprimit, unë mendoj se me arrit qëllimit që ne ta bindim presidenti Osmani që ka afërsi e dikush tjetër, që ta bindim presidentin Trump, që është e mirë që Kosova të futet NATO, ai mundet me realizu. Unë mendoj. A kupton? Domethënë është e realizueshme, është dëshirë e komandantit Haradinaj, heroi ton,
e njëjtë temën, edhe unë dëshiroj që Kosova të NATO, por ndërkohë ne edhe si qeveri e Kosovës, Kurti, edhe presidentja, duhet synojnë sa më shumë të afrohen me Amerikën, që ne të kemi një pakt të mbrojtjes mes Kosovës, Amerikës dhe Britanisë e Amerikës, edhe këtyne të përkohshëm derisa nuk arrihet NATO. Se ne Serbia, arsyeja pse nuk tërhiqet nga Kosova, një ndër arsyet se ajo gjithmonë shpreson që do të ndrojnë rrethona ndërkombëtare dhe ajo mundet më kthyn Kosovë. Në momentin që jemi Kosova NATO, ose e ka një pakt mos sulmimit me Amerikën, që Amerika do ta mbron Kosovën nëse dikush e sulmon, po e zon, një marrëveshje të tillë, atëherë Serbia e din që s'ka çka lip mo, a kupton? Edhe do të tërhiqet. Kjo është mendimi im. Okej, zoti Agim, në këtë mes unë do të përmend një frikë të një gazetari serb që thoshte se nëse Amerika për të arritur paqen gjeopolitike në Ukrainë ja le Rusis të marrë Krimen, atëre Kosova do bëhet e pavarur se ne po marrim Kosovën, ju po ju lejmë Krimen. Ky ishte koncepti i tij. Ato janë mendimet serbe, ka varianta të ndryshme, zotë Rafael. Dëgjoj. Veprimi ynë shkon në drejtim që pa marrë parasysh çka ndodh me Krimen, pa marrë parasysh a do të me Rusia, as do të me Rusia, Kosova është e pavarur. Edhe ne duhet të luftojmë për atë pavarësi, të arrijmë atë kemi të pavarësinë ta mbrojmë. Ne duhet ta mbrojmë, edhe unë mendoj se nëse ne jemi të mobilizuar, nëse jemi të fortë, edhe tash gjitha shenjat janë se Kosova do të bëhet një shtet shumë i fortë, me zgjedhjet e tashit që u kryen me datën 28, edhe me krijimin e qeverisë, edhe arritjen e gjitha këtyne, po kalojnë marrëveshjet, shpresoj që edhe presidentja kalon, sikur e thash më herët. Atëherë keni shtet që është në kamp të veta, një shtet në funksion të plot. Ne nuk duhet mërzitemi çka thot një serb, dhe mendojnë ata se jo tashti s'mundet Amerika me nuk vendos Amerika. Dgjoj, Amerika është shtet shumë praktik. Nëse sheh që në Kosovë ekziston mundësia që një pjesë të jepet Serbisë pa dhimbje, ndoshta edhe pajtohet. Se më herën e parë kur i thanë presidentit Trump se u morën këta 3 vetë që shkunën te Grenell për me nda Kosovën, pa dalë me deklaratë tha, unë nuk jam për ndarje, por nëse palët merren vesh me zveti, unë nuk kam me mënyrë pasore, unë s'kam asgjë kundër. Do të thonë, nëse ne si Kosovë, edhe politikanët tanë janë unik, kur mo Kosova as nuk të ndohet, as nuk do të okupohet, do të frymoj e lirë Dardania jonë. Zoti Agim, ju uroj pavarësinë e Kosovës së shpejti, edhe natyrisht edhe ajo është dhe vlerësimi i angazhimit e punës suaj në gjithë këto vite, edhe së bashku me Ligën. E di që Joe dhe Shirley sot janë në Boston, do t'jenë në një takim aty. Di që William Walker po bërë një turne në për Shtetet e Bashkuara për librin Reçaku, do t'a kemi edhe në Michigan, edhe do t'kemi mundësi t'a intervistojmë. Ju urojmë të gjithë të mirat, ju falemderit për këtë bisedë mjaft të gjatë dhe interesante, po besoj se prekëm argumentet e të gjithë Kosovës nga pak, por natyrisht të fokusuar tek problemet kryesore, tek zgjedhja e presidentit të ardhshëm apo presidentes, edhe tek presidentes. Edhe tek gjyqi i Hagës. Edhe njerë, miru takofshim në emisionet të tjera. Faleminderit, e kemi filluar një vit shumë të mirë të mbarë, shpresoj që të vazhdon kështu. Natyrisht edhe ne ju urojmë gjithë të mirat juve edhe Ligës Qytetare Shqiptar-Amerikane. Faleminderit shumë edhe unë juve. Dashur televizionistët të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i tham fund të emisionit tonë Argument, në lidhje të drejt për drejt me zotin Agim Aliçkaj, trajtuam problemet më të fundit të zhvillimeve në Kosovë. Miru takofshim në emisionet tjera.